Eurodeputeti Fredi Beleri ka hedhur akuza të forta ndaj kryekomisionerit Ilirian Celibashit, të cilit i kërkon të përshpejtojë procesin e numërimit të votave. Beleri tha se në gjithë shtetet e mëdha të botës, votat numërohen për 1 ditë e gjysmë, ndërsa në Shqipëri 1,5 milion vota po numërohen për më shumë se 1 javë. Ai tha gjithashtu se opozita duhet të zgjedhë të tjera metoda për treguar se është gati për të sakrifikuar gjithçka në të mirë të Shqipërisë dhe shqiptarëve. Këto probleme shtetet europiane kanë paktën 200 vite që i kanë zgjidhur. Unë thash edhe në fillimet e bisedës son, çfarë numërojnë akoma? Kemi 7 ditë, për 1 orë do jetë diel. Çfarë numërojnë? 1,5 milion vota. Çfarë bën ai Celibashi? Nuk ka turp? Çfarë po numërojnë? Në Indi bëjnë për 1 ditë e gjysmë, në Kinë për 1 ditë. Çfarë po numërojnë? Janë miliarda vota. Cili shtet i Europës? Cili shtet që thotë jemi Europë dhe i numëron për 1 javë? Tubimet, demonstratat janë një proces deri në ditën e zgjedhjeve. Kur bëhen zgjedhjet nuk mund të bëhen më protesta, por duhen gjetur mënyra të tjera, dhe mënyrat janë për treguar se opozita nuk është aty për të ruajtur karriget e veta, por të jetë gati për të sakrifikuar gjithçka për të bindur qytetarët që kjo nuk është rruga e dur për të vajtur Shqipëria në BE, tha Beleri mes të tjerash.